Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi mori pjesë në pritjen solemne me rastin e 18 vjetorit të Ditës së Pavarësisë së Republikës së Kosovës, ku përcolli urimet më të përzemërta në emër të Kuvendit dhe popullit shqiptar, duke e cilësuar këtë datë si një moment historik lirie, dinjiteti dhe drejtësie për kombin shqiptar. Në fjalën e tij, Peleshi e konsideroi pavarësinë e Kosovës një nga aktet më të ndritura në historinë moderne kombëtare, duke theksuar se ajo përfaqëson triumfin e të drejtës së një populli për të jetuar i lirë, sovran dhe i pavarur pas dekadash shtypjeje, diskriminimi dhe dhune sistematike. Ai vlerësoi sakrificën dhe qëndresën e popullit Kosovës, si dhe rolin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në realizimin e këtij qëllimi historik. Kosova, shteti më i ri i Europës, kremton sot 18 vjetorin e pavarësisë. E konsideroj derë të veçantë që si kryetari i Kuvendit të Shqipërisë dhe në emër të gjithë deputetëve, në emër të popullit shqiptar, të përshëndes në këtë pritje solemne me rastin e pavarësisë Kosovës. Motrave dhe vëllezërve tanë në Kosovë u përcjell urimet më të përzemërta, me krenari legjitime për këtë ditë të madhe, e cila është një nga aktet më të ndritura në historinë moderne të kombit shqiptar. Dita e pavarësisë Kosovës është shumë më tepër se një datë e shënuar në kalendarin tonë. Është një ditë historike lirie, dinjiteti dhe drejtësie. Liria është vepër e luftës çlirimtare, të udhëhequr nga ushtria çlirimtare e Kosovës, e cila u vendos në krahun e drejtë të historisë. Është tashmë një faktor i njohur dhe i pranuar botërisht se Kosova ishte viktima dhe Serbia agresori. Kosova është shtypur, e dhunuar, e përjashtuar nga të drejtat e liritë elementare, njerëzore, u bë ndërgjegja e vrarë e qytetërimit evropian. Kjo ndërgjegje nuk heshti, por foli. Bota demokratike reagoi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si aleat të mëdhenj historik, ekzistencial për kombin shqiptar, NATO dhe Bashkimi Evropian u rreshtuan në anën e drejtësisë. Shqipërisë dhe Kosovës nuk janë thjesht marrëdhënie midis dy vendeve fqinje. Ato janë marrëdhënie vllazërore, të ndërtuara mbi historinë, gjakun, sakrificën dhe aspiratat e përbashkëta për liri dhe dinjitet, dhe që synojnë të ardhmen e përbashkët euroatlantike. Kryetari i Kuvendit theksoi se pavarësia e Kosovës është një fitore e lirisë mbi shtypjen dhe një krenari për gjithë kombin shqiptar, duke uruar institucionet e Kosovës për sukses në përmbushjen e përgjegjësive të tyre dhe duke riafirmuar angazhimin e Shqipërisë për të mbështetur Kosovën në rrugën e integrimit euroatlantik.